Në një mbrëmje të zakonshme duke shpletuar sendet e vjetra në Papafingo, jeta e Aleksej Sokolov u përmbys. Në një fotografi të fëmijërisë me veten duke buzëqeshur, ai zbuloi një emër të huaj, Artyom. Kush ishte ky djalë dhe pse ai figuronte në vend të emrit të tij? Kjo pyetje e çoi Aleksej në një kërkim rrënjësor për të vërtetën. A mund të fshihej e gjithë identiteti i tij pas një gënjestre familjare dhe a do të zbulonte se ajo që ai mendonte se ishte vetmia e tij ishte në fakt një vëlla binjak i humbur? Në mbrëmje, ndërsa shiu trokiste butësisht në çatin e shtëpisë së vjetër, Aleksej Sokolov u ngjit në Papafingo. Këtu ruheshin dekada të jetës së familjes së tij, libra, mobilje, gazeta të zverdhuara, kuti me gjëra të harruara. Në qoshe, në një shtresë pluhuri qëndronte një ark masive prej lisi me pajisje metalike të rësuara. Kjo ark i kishte përkitur dikur gjyshes së tij dhe tani, pas shumë vitesh, kishte gjetur rrugën për tek ai. Aleksej kishte shtyrë prej kohësh rregullimin e saj, por atë mbrëmje diçka e shtiu të hapte kapakun e rënd. Brenda qëndronin albume të vjetra, letra dhe 10 fotografi të lidhura me kujdes me spango. Ai mori një rastësisht dhe zemra i kërceu. Në foto me ngjyra të zbekta ishte një djalë rreth 5 vjeç, ishte ai vet. Pranë tij ishte motra e tij Marina dhe qyshi i tyre Pavel. Ata të gjithë buzëqeshnin dhe në sfond ishte një kopsht veror me lëkundëse dhe një gazebo prej druri. Aleksej nuk mund të mos buzëqeshte edhe ai, sikur të ishte kthyer në të kaluarën. Por kur e ktheu foton, ai u vrejt. Në pjesën e pasme shkruhej qartë: Marina, Artyom dhe Pavel. Aleksej kaloi gishtat mbi shkronja, sikur të kontrollonte nëse i dridheshin duart. Marina, kjo ishte sakt. Pavel, gjithashtu. Por Artyom, kush ishte ai? Ai ishte në foto. Në fillim, Aleksej mendoi se ishte një gabim i rastësishëm, por shpejt ai gjeti edhe disa fotografi të tjera në arkë. Përsëri, ai ishte fëmijë. Por çdo herë mbi shkrimi shkruante Artyom dhe askund nuk ishte Aleksej. Ky zbulim e hodhi atë jashtë ekuilibrit. Ai thiri të afërmit e largët, një teze në Samara, një kushëri në Jaroslav, një kushëri në Minsk, por përgjigjet ishin të njëjta. Askush nuk njihte ndonjë Artyom, ndoshta një gabim. Përsëritën ata. Por emri që përsëritej në 10 fotografi nuk mund të ishte një rastësi e thjeshtë. Natën Aleksej ul në tryezën e kuzhinës, shtroi fotografitë para tij dhe i rrotullonte si letra. Pyetjet vërshuan në mendimet e tija. A mund të jem unë Artyom? Pse prindërit e mi nuk e përmendën kur? Çfarë po fshehte familja? Çdo herë që shikonte fytyrën e fëmijës në foto, ai ndjente një shkëputje të çuditshme, sikur po shikonte dikë të ngjashëm. Por jo veten. Dëshpërimi dhe kurioziteti e shtyn atë të kontaktonte fqinjin e tij Ivan Smirnov, një specialist 30 vjeçar. Ai tije që jetonte përballë rrugës. Ivan dëgjoi historinë me interes dhe i ofroi ndihmën e tij. Njerëzit lënë gjurmë në internet. Le të provojmë të kërkojmë Artyomin ton përmes arkivave, mediave sociale, faqeve të gjenealogjisë. Ata kaluan mbrëmjet te Ivani duke pirë kafe të fortë. Në dhomë, laptopi ku më zhinte, drita nga ekrani reflektoi në fytyrat e tyre. Ivan shtypin në mënyrë metodike të dhënat në motorët e kërkimit. Hapi bazat e të dhënave metrike dhe shfletoi arkivat e vjetra të shkollave. Aleksej u ul pranë tij i tensionuar ndërsa ndiqte çdo klikim duke rregulluar syzet e tij her pas here, edhe pse nuk i duheshin. Thjesht një zakon. Shiko, tha Ivan një ditë. Ka një regjistrim në bazën e të dhënave të maternitetit për vitin tënd të lindjes, një djalë me emrin Artyom Sokolov. Data dhe vendi përputhen me të tuajat. Kokës së Aleksejt i ra të fikët. Pra, në të njëjtën ditë, në të njëjtin maternitet, lindi një tjetër Sokolov. Për të shkuar në fund të kësaj, Aleksej vendosi të merrte një hap drastik. Punsoi një detektiv privat. Ai u këshillua të kontaktonte një grua të quajtur Olga Krylova, e njohur në qytet për aftësinë e saj për të zbuluar historitë familjare më komplekse. Olga e dëgjoi me kujdes Aleksejin, mori fotografitë dhe shënimet dhe premtoi. Do ta gjej të vërtetën. Por i përgatitur, mund të jetë e rëndë. Javat zvariteshin ngadalë edhe me ëngël. Aleksej vazhdonte të thërriste Olgën,
duke shpresuar të dëgjonte lajme. Ai jetonte si në mjekull, puna pushoi se i sjell gëzim, televizioni mbete i fikur, madje dhe shëtitjet përgjatë digës, kalimi i tij i preferuar i kohës dukeshin të pakuptimta. Dhe pastaj një mbrëmje erdhi thirrja e saj. Aleksej, gjeta diçka, le të takohemi nesër. Të nesërmen ajo i dha atij një dosje me dokumente. Në krye ishte një certifikat lindjeje, emri Artyom Sokolov, data e njëjtë me atë të Aleksejt, vendi i lindjes, materniteti në qytetin e tyre. Ke pasur një vëlla binjak, tha Olga qetësisht. Ai u dha përmirësim pothuajse me njëherë pas lindjes. Aleksej ndjeu se toka po i rëshqiste në këmbë. Kujtimet e fëmirisë, largimi i papritur i nënës së tij, të dhënat e paqarta të babait të tij. Gjithçka papritmas u bashkua në një enigmë. Kërkimet e mëtejshme zbuluan se Artyomi u adoptua nga një familje nga rajoni i Nizhni Novgorod. Prindrit e tij kishin vdekur kohë më parë, por një adresë e vjetër dhe numër telefoni kishin mbetur. Në duar që i dridheshin, Aleksej thiri numrin. Disa bip të gjata dhe një zë në anën tjetër. Përshëndetje. Më falni, jeni ju Artyomi? Po. Kush flet? Emri im është Aleksej. Mendoj se jemi vëllezër. Heshtje qëndroi në ajër, gjatë së cilës zemra e Aleksejt rrihte aq fort sa mund ta ndëgjonte vet. Më në fund zëri u përgjigj. E dija që isha adoptuar, por kur nuk mendova se kisha një vëlla. Në zërin e tij kishte edhe një lodhje, edhe vendosshmëri të një personi që ka duruar shumë, por mbetet i palëkundur. Aleksej ndjehu se pas këtyre fjalëve fshihej një fat plot luftë dhe vetmi. Ata folën për më shumë se një orë, me kujdes sikur kishin frikë të tremnin fijen e brisht të lidhjes. Artyomi rrefeu se gjithmonë ishte ndjerë si një i huaj në familjen e tij birësuese, shpesh shkonte në shëtitje dhe udhëtime të gjata, duke kërkuar përgjigje në libra dhe qetësinë e pyllit, por ende mbante një zbrasti brenda, sikur e dinte se diku një jetë tjetër e priste. Një javë më vonë, ata u takuan në Nizhni Novgorod, në parkun pranë digës. Aleksej shkoi drejt një buri që i ngjante një pasqyrimi në pasqyrë, të njëjtët sy, e njëjta buzëqeshje, por ecja ishte ndryshe, e sigurt, pak e ngurt, si dikush që ka mësuar të mbështetet vetëm në vete. Nervozizmi i shtrëngoi fytyn dhe këmbët i ndjeheshin si pelte. Aleksej, pyeti buri, unë jam Artyomi. Ata u përqafuan fort, si njerëz që kishin gjetur gjysmën e humbur të vetvetes. Lotët rrjedhin në dy faqet e tyre, por asnjëri nuk u turpërua për këtë. E kam ndjerë se diçka më mungonte gjatë gjithë kësaj kohe, tha Artyomi, dhe sytë e tij shkëlqenin jo vetëm me gëzim, por edhe me forcën e akumuluar të viteve. Dhe unë kam kërkuar përgjigje gjatë gjithë jetës sime, tha Aleksej qetësisht, dhe i gjeta ato tek ti. Ata u ulën në stol për një kohë të gjatë, duke folur pa ndalur, duke ndarë histori, kujtime e duke krahasuar zakone. Për habin e tyre zbuluan se të dy e donin shëtitjen, qeshin në të njëjtën mënyrë dhe madje kishin frikë nga stuhit. Dukej sikur vetja jote po përpiqej t'u tregonte atyre se gjaku dhe farefisnia nuk zbehen as pas vitesh ndarjeje. Atë mbrëmje ata filluan të ndërtonin një kapitull të ri në jetën e tyre, pa sekrete, por me lidhjen vllazërore që u ishte marrë dikur. Historia e Aleksejt dhe Artyomit është një dëshmi e pabesueshme e asaj që ne e quajmë fat ose lidhje gjaku. Pavarësisht viteve të ndarjes dhe një gënjeshtre familjare, intuita e tyre dhe një emër i shkruar gabim çuan në një ribashkim emocionues. Ky tregim na kujton se ndonjëherë pjesa që mungon e jetës sonë është më afër se sa mendojmë, e fshehur në një kuti të vjetër në Papafingo. Tani ju pyesim juve, si mendoni, a ishte vendimi i prindërve të Aleksejt për të fshehur vëllain binjak i justifikueshëm apo një akt mizor? Dhe nëse do të zbulonit një të vërtet kaq të madhe, a do të kërkonit me njëherë personin e humbur apo do ta lini të shkuarën në të shkuarën? Na tregoni mendimet tuaja në komente.